Tregu i madh i Vlorës dhe rrugicat e tij që ndodhen në afërsi me qendrën historike do të ndryshojnë sipas një projekti që aktualisht është duke u zbatuar në qytetin bregdetar. Bëhet fjalë për objektin investime për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare, multifunksionale, rrugë tregtare dhe zona modelimi zhvillimi. Pikërisht të tregu tradicional i Vlorës, që ndodhet në zonën përballë qendrës historike, afër me rrugën Justin Godard dhe rrugën Jani Minga, me rreth 500 metra në lindje të sheshit Pavarësia, do të ketë në përfundim të këtij investimi pas gati një viti, një pamje krejtësisht tjetër. Ky treg i vjetër i qytetit përbëhej nga tezgat me fruta perime, produkte artizanale dhe rroba, ndërsa ndryrja parashikon të përfshirë rrugica tregtare, sheshin dhe markatën, sheshin numër 2 të kinoteatrit dhe do të bëhet kështu rivitalizimi i hapësirës së trotuarit në sheshin përpara postës. Sipas llojit të ndryrjeve në pjesën e parë synohet që të ketë një lloj unifikimi vizual dhe funksional të sipërfaqeve të cilat do të plotësohen me beton. Betoni i pigmentuar do të aplikohet kryesisht në zonat e sheshit e kinoteatrit dhe markatës, me qëllim rritjen e aktivitetit vizual dhe krijimin e poleve rekreative për qytetarët, përveç funksionit të tyre tregtar. Betoni i pa pigmentuar përdoret në zonat e tjera të brendshme për ruajtjen e uniformitetit dhe qëndrueshmërisë së sipërfaqes. Një tjetër ndryrje përfshin zonën e rrugicave tregtare. Kjo zonë është konceptuar dhe studiuar në 4 modele kryesore, me qëllim që çdo segment të analizohet në mënyrë të veçantë dhe veçmazi sipas karakteristikave funksionale dhe hapësinore që ka. Rivitalizimi i sheshit të dytë parashikon fillimin e restaurimit të gjendjes ekzistuese dhe më pas shtimin e volumit me një kat mbi strukturën ekzistuese. Edhe sheshi tjetër përpara postës do të ruajë të njëjtën logjik si vazhdimi i një projekti të zbatuar në Vlorë. Gjithashtu edhe pse zona është në punime e sipër, aktiviteti disa bizneseve në brendësi të tregut të madh vijon normalisht.